I nderuar ambasador, doshta me të pyet kështu. Si reagoni kur takoni njerëz me pikpamje krejtësisht kundërta me të juajat? Nuk është rësi, domethënë Po. bota është krejtësisht me njerëz të llojeve të ndryshme, kemi të qartë. E madje edhe me një vend të vogël si Kosova, ka njerëz me pikpamje të ndryshme. Sidomos eksperienca politike na ka bërë që duhet me kuptu edhe disa mendime të cilat ndoshta ty fare nuk të pëlqejnë ose ti vetë nuk i akcepton dhe nuk ti pranon ajo themeli mbi të cilën ti je zhvillu dhe je rrit, por duhet me kuptu se ka njerëz të cilët kanë mendime të tjera dhe duhesh me i pranu si të tilla. Kuptohet përderisa ai mendim nuk shndrohet në aktivitet i cili ta cënon të drejtën tone, ti duhesh me pranu me shumë lehtësi dhe me bashkëpunu deri në atë mas kur nuk kufizohen të drejtat tua dhe të drejtat e të tjerëve. Në rast kur je në politik, ki për obligim domethënë edhe mendimet të cilat nuk janë të tuat, po janë të tjerëve dhe ato nuk cënojnë të drejtat e tua dhe të komunitetit tënd ose edhe të tjerëve të palës tjetër. Qofshin këtu domethënë 3, 4, 5 palë, atëherë përderisa janë të drejtat se cilat duhet mi respektu, por në asnjë rrethon dhe në asnjë mënyrë ato të cilat cenojnë jetën, zhvillimin e familjes së shëndosh në një shtet siç është Kosova.